Nga Fushkruja, ku bëri një bilanc të punës dhe investimeve të qeverisë së tij për 12 vite, Edi Rama u premtoi qytetarëve realizimin e aksit që do ta lidhë zonën direkt me kryeqytetin. Atë ëndrrën e vjetër të gjithë Krujës për të pasur një rrugë të drejt për drejt lidhje me Tiranën. Është pjesë e programit tonë. Nuk ka nevojë për të qenë në ndonjë program afatgjat, sepse edhe rrugën lidhëse mes Fushkrujës dhe Krujës do të duhet ta riveshim brenda një kohe të arsyeshme. Banorëve të prekur nga tërmeti u premtoi se saga e pritjes do të përfundojë pas zgjedhjeve. Kemi përmbyllur të gjithë detyrimet tona me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit. Respektuam këtë periudhë zgjedhore që ka disa rregulla lart në Krujë. Këto apartamente do të shpërndahen menjëherë pas zgjedhjeve. Ne arrim në një total prej mbi 1100 shtëpish të reja. Duke bërë një krahasim të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto të vendit me 12 vite më parë, Kryesocialisti Rama shigjetoi edhe kundërshtarin e tij politik, Sali Berishën, pa lënë mënjan batutat me një demokrat. Ishte 90 miliard euro. Një pasqyrë e rritjes së prodhimit të përgjithshëm në raport me rajonin. Ne nuk konkurrojmë me Gjermaninë. Garën me Gjermaninë e bënte Bufi kur ishte në qeveri, më në mërë vdeksha, se po e pritësha këta. O hudhër, rrofsh, në Krujë duhet pa tjetër ta dëgjoj një Rama ikë që të plasi syri keq, e plasi syrin e keq. Tashi, kam për ta pa me 11 maj.